Piru, Pimax! Kjo për të parë do të ndaloj. Unë kam disa lajme shumë të mira për ty. Mas fol butonat roqe. Sa fruta paska këtu? Interesante. Aventurat e mashës nuk mbarojnë kurrë. Dyshja juaj e preferuar rikthehet në sezonet e reja. Mos janë këtu. Histori të reja gazmore ku masha jon vishet me role të veçanta. Do ta shohim herë si astronaute e herë si lojtare golfi. Por edhe si piktore. Si e piktore që bëra unë. Apo doktoresh. S'po ju zbuloj më tepër tani, por bëhuni gati për historitë më të bukura të mashës dhe Ariut që vijnë çdo ditë në Tring Tring ora 20:30. Oh, gati harruam. Për të gjithë libërdashësit, Tring ju sjell një mori librash dhe vizatime. Masha dhe Ariu, ku mund të shprehni imagjinatën tuaj dhe të përmirësoni aftësitë e vizatimit. Tails, ne do të shkojmë që tam diçka. Do që të vish? Po instaloj një sistem zëri fantastik vogëlushës time. Shikojeni. Ti kalon shumë kohë me këtë aeroplan. Duket sikur ai e dashuron. E do aeroplanin tën, Tails, e do? Sigurisht. Oh, më duket se nuk më eci këtë radhë. E po tani, djema do më falni. Ka ardhur koha për masazhin e saj nga Elika deri te bishti. Në rregull, kjo është çmenduri. Do të largojmë nga këtu. Faleminderit që më bindët të vija me ju. Më bëri mirë të largohesha nga punishtja. Që të blej disa gjëra për aeroplanin tim. Provojeni falas këtu. Ejeni dhe provoni shihen më ekstravagante, më gjallaruese, më buzëdrise që shqisa juaj e shishme ka provuar ndonjëherë. Salca e domateve Eggman. E bërë me domate të vërteta, ha? Kjo nuk është diçka e mirë. Hey! Më falendero më vonë. E di që je duke bërë diçka, Eggman. Thjesht nuk e di akoma se çfarë është. Ti po përpiqesh ti helmosh këtë fshatar. Helm the? Sigurisht që nuk ka helm këtu. Kjo është thjesht përzierja ime e bimëve dhe erzave. Shikoni kur ta provoj pak edhe vet. A shikon? Kjo është e padomshme dhe shumë e shishme. Provoje. Këtë herë do them pas. E po, më duket se gjeta dobësin e Sonic i Rigjit. Ai ka frikë nga salca e domates! Ja, frika ime u bë realitet. Çfarë po ndodh? Është e shishme. Më duket sikur shqisa ime e shijes po noton në një det të mbushur me domate të shishme. Oh, e shishme! E po janë të gjitha organike dhe të rritura në tokë. Do blej disa kanace dhe do bëj disa teste, që të jemi sigurt. Kanë kaluar orë që kur hëngra salcën dhe ndihem shumë mirë. Më thuaj, gjetë ndonjë gjë ti? E kam testuar për aciditet, radioaktivitet, hermin dhe serum për kontrollin e mendjes. Del e pastër gjithmonë. Po për truitis, e ke kontrolluar atë? Për herë të fundit, Knuckles. Nuk ekziston kjo truitis. Atëherë si shpjegohet? Urej ta them këtë, por ndoshta Eggman ka ndryshuar vërtet?
Hej, zotëri, ti e heroi im, a mund të marr një autograf? Patjetër Bogdush, çdo gjë që Sigurisht I dashur, çdo gjë për një fans. ha, Kur të rritem, dua të bëhem si ti, zotëri. Mos ndërro kaq shumë. Jo të gjithë janë të prerë për gjëra të mëdha. Thjesht shiko atë tipin, Sonic I Riqin. Çfarë ndodhi atij? Ekziston ende ai? Hey Tails, shikoj këtë. Aha, pra tani, seriosisht, asgjë nuk po shkon siç duhet sot. Çfarë po ndodh këtu? Më duhet Tailsi për të rregulluar komunikimin. Vendosu më rrallë, shoku. Në fillim duhet të rregulloj kufjet e mia. Dhe analizuesin tim të artefakteve. Dhe ndriçuesin tim gjithashtu. Më falni grupi, kam problemet e mia. Aeroplani im është si e çuditshëm. Kam punuar gjithë natën me të. Ti ke nevojë për një pushim. Le të ham drek dhe pastaj mund të kthehesh riparimeve. A mund të shkojmë të ham diçka më mirë? Më është mërzitur kjo gjëja. Sa shishme që është. Përbërësi sekret është me honeza. Çfarë? Mirë se u kthyehet në një edicion shumë special të emisionit Shimpanzea Komike, drejt për së drejti nga Strofulla e Lig e Dr. Eggman. Faleminderit për ftesën, SHK. Me siguri do jetë ndonjë shaka. Pra, Dr. Eggman, ju ishit një super keqbërës, edhe pse u bët një shef kuzhine? Po, Shimpanzea Komike, të them të drejtën, më duhet një ndryshim. Të mundja Sonicun çdo javë ishte shumë e lodhshme. Ishte koha për një sfidë të vërtet. Në rregull, mjafton me kaq. Dhe si është puna me atë model flokësh? Ndihem sigur po më sulmon një ananas blu. Të dogji! E ke parasysh? Sepse koka jote ka ato gjërat me maj. Më thanë që ke një lajmërim special për ndjekësit tanë nëpër shtëpi. E drejtë SHK. Shiko, në vetëm pak javë unë kam futur kanaçe me salcën e domatave të Eggmanit në çdo shtëpi dhe biznes të qytetit. Por Soniku dhe miqtë e tij menduan se unë e kisha elmuar salcën. Mund ta besosh këtë gjë të lutem? Po kjo është e bukur. Pikërisht ashtu si thua ti. Salca ime nuk ka patur kur asgjë. Më përpara duhet kishin kontrolluar kanaçet. Fantastike. Prit, çfarë? Ndërkohë që ju nuk I shikonit kanaçet, ato kanë marrë kontrollin e të gjitha pajisjeve tuaja elektronike. Unë dihem si ti isha një pishk delikate. Të gjithë qeshën kur thash që pajisjet tona do të ktheheshin kundra nesh. Por tani kush është duke qeshur? Ti? E pse do të qeshja unë? Kjo nuk është për të qeshur. Humori yt ta shpif. Le ta bëjmë pra. Duhet ta shkatrojmë atë aeroplan. Jo, nuk mundemi. Më lini të flas me të. E di që mund t'ja dal. Aeroplan, jam unë, Tails. Të kujtohen gjithë kohët e bukura që kemi kaluar bashk. Çfarë? Ju t'jema shkoni ndaloni Eggmanin pa mua. Unë do qëndroj të shpëtoj aeroplanin tim. Pa çfat. Pra, doktori më tha që nuk ishte fare infekcion. Thjesht isha ulur mbi rrushën e thatë. E bukur kjo. Nëse me liron do të rregulloj me një kuti të bukur makarona.
ju lutem mos na shqetësoni se jemi në emision. Më falni për mungesën e profesionalizmit këtu. Shfaqja mbaroi, fytyrves. Shfaqja? Ti mendon se shfaqja mbaroi? E po, më duhet të kundërshtoj. Tani po e kuptoj. Jam këtu! Pse nuk vjen të më kapësh? Bësh atë të lutem? Duhet ta provosh. Erzat që ka brenda e bëjnë diferencën. Jo keq për një ananas blu. Çfarë po bën? Ngriu lart! Ngriu! Ngriu! E bëra! Ja dolëm! Më bëhet qefi që u ktheve miku im. Dhe tani të shkojmë të anullojmë shfaqjen e Eggmanit. Knuckles, më jepni të shtytur! Fillove prap. Pranoje ti I marrë me kokë blu. Unë e kam në gjep këta. Fitore për Eggmanin! A ju duan gjë për forcime? Ej, ma kthete këtu! Round e fituat, por nuk ka rëndësi. Kam një magazin të tërë plot me mira kanaçe me salcë të tilla të liga robotike. Ndoshta nuk do ta kisha thënë atë në televizor.